Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës së Dashit. Do bëjmë një mesazh për ju me letrat Lenormand i quajnë, që janë Oracle, dhe i kam përzier dhe letra e parë është për ju, Gjarpri. Gjarpri do të thotë shumë të dashur. Fjalët kyçe të dashit të Gjarprit janë si mashtrimi, tradhti, inteligjent, dëshirë, tundim. Ky letër shfaqet kur diçka në sipërfaqe është aktive. Një lidhje, një ndjenjë apo një situatë që nuk është ajo që duket. Gjarpri është simbol i fuqishëm i shkatësisë mendore, bukurisë joshse, por edhe rrezikut emocional. Ai përfaqëson personin apo dhe pjesën tonë të brendshme që di të manipuloj, të thurë plane dhe që njeh shumë mirë fuqinë e fjalës dhe trupit. Në aspektin emocional apo në dashuri, kjo letër tregon një marrëdhënie intenzive, por jo domosdoshmërisht të sinqertë. Mund të flas për tundim për një person që është shumë joshës, por jo gjithmonë i besueshëm. Nëse jeni në një lidhje, kjo mund të tregojë dyshime ose një ndikim të tretë që ndërhyn dikush që josh përfiton ose gënjen. Në vetvete kjo mund të jetë edhe një letër që flet për fuqinë tuaj joshëse, por me një paralajmërim të dashur deshër, mos përdor bukurinë ose sharmin për të kontrolluar, sepse loja mund të kthehet kundër jush. Nëse marrim Gjarprin në aspektin profesional, Gjarpri shpesh tregon konkurrencë jo të ndershme, mashtrime ose njerëz që luajnë për interesa personale. Në një rreth pune, kjo është një thirrje për kujdes me dokumenta, kontrata ose biseda pas shpine. Në anën pozitive, kjo letër përfaqëson inteligjencën strategjike, aftësinë për të gjetur zgjedhje aty ku të tjerët nuk e shohin rrugën. Është koha për të luajtur me mençuri, jo me emocion. Gjarpri është një mësues i transformimit. Në shumë tradita i përfaqëson ngritjen e energjisë, zgjimin shpirtëror përmes pastrimit të çakrave. Kur del kjo letër mund të tregojë se diçka brenda jush është gati për të ririndur, por përmes një periudhe sfiduese, ku do të duhet të shihni në sy iluzionet, mashtrimet dhe dëshirat tuaja më të fshehta.